U përshëndetje miq të dashur. Shkojnë me videon e radhës i meri. Ku ma ka knaqë zemrën e pashe pas ka bo një video, pas ka thonë Albin Kingo. Me gjithat kë është pro Albinit, por se bon këtë video dhe po, a di qa, shkojmë të dëgjojmë e të diskutojmë së bashku me që. Mas mirëti. Tash pak për Albin Kingun. Albin Kingun. Ju kisha lutë zotit kryeministër që mos ngrejnë kokra e me të qunë zgjedhje. Se kanë bon gjithë shka. Këta kanë miliona. Por kanë e kapën, do këtë e paska për opozitën. Se po ndryshe, s'po di, po shkojmë dhe dëgjojmë video me që, se po më do këtë për opozitën, po thotë. Ta kanë bon miliona, opozitarë, se popli se besoj. Qa po thënë jemi, se dashur? Ashtë opozita a popli? Shkojmë. Dolin po thëjnë 2 milion, 600 milu shtokut, unë e befasohem. 1 milion e gjys, është dëshmitar Gazmen Halilaj, avokati që i ka morë gjatë lufte. Në gjatë periud, është dëshmitar Nuradin Lushtoku që i ka morë dhe 1 milion, po bojnë 2 milion e gjys. Po pe atë herit, pse nuk po thëjnë 2 miliard 600 milu shtokut? Jo, po, nashtë tani aji ka shumëzu, ka punu Babloku, ka shumëzu, i mere, ka... Normal që ju ka mbo 2 miliard dhe 3 për vagi. Normal. Ka kënë Libi. E zoti kryeministër, ti i tranove këta, që dhe me umor pasonin këta s'pidin ku janë. Këta rruju për i ty nëse këta... Ja, i merë. Albini nuk ja merë pasorin, kërkujna. Se na nuk i kena zgjedh kryeministër për me marë pasorin kërkujna. Por, një pasori që është e pa justifikueshme, që do thot, kur të bon deklarimin, edhe nuk më në justifikon, ajo merët. Por jo, Albin Kurti nuk ka të bëj me marrën e pasorisë. Marrën e pasorisë e bon dikush tjetër. Puna e Albin Kurtit, e kryeministit ton, është me pru ligjin për konfiskimin e pasorisë të pa justifikueshme. Që do të thotë, kë e bjen ligjin, edhe policia merr me këtë punë, shteti merr me këtë punë. Por, qysh është tash, edhe më bo biroja për konfiskimin e pasorisë është problem, sepse kanë shtirë rojë thellë, kanë njofësi të madhe, është problem. Po me gjithat, unë besoj që Samia më në justifikon, pa tjetër Samia shumë tjerë. E kështu që nuk qënë fort pesh. Ata që s'mund me justifiku, po, aty në jamer, por jo, prap, jo Albin Kurti. Albin Kurti nuk është për me morë pasuri, se po i bjen të qysh nësi keq. Albini e bon ligjin, është i obligum për me bo ligjin, edhe shteti vepron si mas ligjit. Kështu me ndojone. Shkojnë amiq? Kanë me shfrytzuar turlim mënyre. Këta jenë konë gjendje me i dho gjysën e pareve njerëzve me t'i hub votat. A mos për kuptoj merë pse? Po qëfar është që ju me jau votat? A i mos e ki fjallën për mos me jau votat, atë mos me arrit me bo bironë e konfiskimit, apo si? Sepse s'po të kuptoj. Po shkojnë amiq? Monë mos i shope. A, jo, për to i merë mos i gale. Albin Kurti nuk lëshon pe. Ne nuk lëshojmë pe, ju, po nisëm të ti, edhe kush është me dhe nuk lëshojmë pe. Pse? Sepse për këtë arsye, jena arë për diasporës, kena votu, dhe kena pasane që ishën, 20 vjetë, tonë e dim që kanë bo, jena arë me rëzue, e kena rëzu, puna po shkon shumë mirë, po shka punën shumë mirë, falë mërë Zotit, kështu që veç për para, s'ka kur farë diskutimi. Unë nuk besoj i merë që kanë shansë me rëzu, sepse nuk ka, s'kanë ku janë gjesin, është i pa korruptushëm.
është i problem, nuk shitet, edhe në fund funit nuk është tradhtar. Kur po them nuk është tradhtar, nuk bashkëpunon me shkije. E mbron tokën e Kosovës. Nuk jep tokë të Kosovës. Kjo që është më e rëndësishmja. Opozita po duhet mirëzue vetëm me orë vetën karrik, sepse nuk i intereson fort për coptimin e Kosovës. Për folim me keqarë dhe këto se e kanë tregu, e kanë vërtetu, sepse na kanë Prokofinin, për të janë në Tibrit. 5 parë që jallon për atë punë që 20 vjetë. Kam bashkëpunu me ta 20 vjetë. Pas kam pasur edhe në Skenderaj, i meri birot ilegale. Që s'po flasim për tjera. Dinarin, e shumë tjera. Kur asnjëherë nuk ka marrë asnjë parti e opozitës, nuk e ka marrë një mundim, mi bo këto sajnë që ka marrë Albin Kurti. E për këtë arsye po thom që e kam problem me rëzu, sepse njëri kur punon nuk rëzohet. A veç ngritet. Shkojmë? Por tje, rënëf shtamolet, mos në shopen vlo, se edhe që të shonë se ka Kosova me ty se mos ka. Bravo, këtu pajtona. Kosova që të shonë se ka vetëm me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetë vendosje. Për ndryshe, cila parti opozita që të vjen, valla kanë me në hangër qëtë. Mos të me dhe mocat. Ta shpe kuptoni me që apo du me thonë, por mos me thonë një fjallë pak ma të asi, sepse e kanë të regu vetën që 20 vjetë, që ka e në gjendje me bo. Ta që logaritim ishte dhashër, këta nuk po qesin numër presidentë veç me shku në zjedhje. As PDK-ja, as AK-ja, as LDK-ja. Me shku në zjedhje se po mendojnë që kanë me dëmtu Albin Kurtin. Nej. Gjermanë thojnë najnë. Unë si jam Gjermani, po Gjermanë dhe di që thojnë najnë. E adhënë po thëmë, jo, Shqip, e kini shumë gabim. Hade i merë, të lumët. Qa pohët mo? U lutëm shumë, zoti kryeministër, mos në shopen, mos shkon zjedhje. Ta zemrën. Ti e din çka bën. Je më i mëshëm se na të tjerët tonë. Por unë e di çka du. Unë du ty kryeministër të Kosovës. Këto i merë pajtona adhën. Unë e du Albin Kurtin për kryeministër të Kosovës. Bile, mund pyet mu të gjithë shqiptarisë. E tjera më më falë që nashta më dëgjon, po unë kam qef për Shqipëri, Maqedoni, Malzi, Kosovë, Albin Kurti me konë kryeministër. Është tamam burë shteti që i ka hije. E ka fjallën po, jo. Edhe nëse shkon pak dom, pa kur thot burri po, jo, o krima bet. E jo, që shta Gjermant, najna, jo zbën ashtu. I merë, shumë farë mërës për këtë video, zotë rujt, a pat mu? Një moft. Edhe ty zotët një moft, i merë respekt për këtë që e pas ke bo, që me që i meri, kështu që unë i përshëndes mi të dashëm me këtë video, zotë i rujt, opozit, anë e monë botës kujeni. Më kështë e mi.